betet me pak deputet që ato familjar, nuk di që shkam i pritë zgjedhjet e ardhshme nëse s'bojnë ai ndryshimit më mbrana për atyre. Aleanca para në Kosovës. Sa i përket nismes, kemi besu, po thot kemi besu që ka qenë mirë, ju që keni besu, po dhe ju ka dalë, sepse fal nismes me gjase ka lutë edhe pragun. Kështu ne lexoj, kështu në shërësatët. Se fatkeqësisht unë e mendoj dhe kam drejt me mendu sepse po ti shki kritik se ti se di çka mendimi kritik. Bravo, faleminderit. Ti shefave ju shtrash. Kush janë shefat? Lejni me shefa se duke folur për shefa. Poenta është drenor. Sa votën e ka Haradinaj në raport me të kaluarën, por edhe me Lima ajo është problematike të mendohet. Kur flasim për shifra bardha në zezë, që ai s'do ta kalonte pragun. Ajo ka mundur të shkaktojë dëm, koalicioni me Nismë ka mundur të shkaktojë dëm. Nëse flasim për numra, janë 7 deputet. Për të kalu pragu do të më konë 6 deputet. Ta shki parasysh, 3 deputet janë të Nismes dhe kthejmë bojnë një përpjestim matematika është thjesht pragu nuk do të ishte kalu, sepse s'janë deputet e mjaftueshëm për me pas një grup parlamentar. E para, e dyta. Gjitha do të shame, gjitha do të fyme dhe thet, na votën për krye parlamentar e dhamë. Do më thua, ka friken, mos eventualisht do t'i kurti po i qenë zgjedhje. Se çka duhet ta bënte që mos e votoj krye parlamentare? Pse do ta votoj krye parlamentare nëse s'është në marrëveshje? Sepse ti vendos të jesh aty. Sepse ti vendos mos me shku vendin zgjedhjes dhe me shku vendin zgjedhje është rrezik. Kështu e lexoj. Jo, ti vendos aty që ta konstituosh kuvendin. Jo, konstituimi i kuvendit. Asë kjo qëndrim parimor politik? Jo, unë e shoh si frikë. Frikë ti e shoh? Frikë unë e shoh. Dhe kam arsye me pasi frikë, sepse nuk i ka punë mirë. Nuk është çështje frike, drenor, sepse në fund ditës çështja e konstituimit të kuvendit është një hap që ti duhet me bë patjetër. Dihet me kushtetut me gjithçka kujt i takon kryetari i kuvendit momentalisht. Se çfarë mund ndodh tuti ose nëse mund të kemi një kërkesë për interpretim kësaj çështje për shkak problemeve të afateve kohore, gjëra të tilla është diçka tjetër, por tu e di çysh është e rregulluar kjo punë. Asnjë arsye s'ka opozita sepse vetëm e bllokon vetveten parimisht. Sepse në momentin që ti nuk e konstituon kuvendin, nuk e voton kandidatin e partisë së parë, ti automatikisht ja zvarrit vetes eventualisht po them mundësinë që ja pa mundson. Ose pamirësisht ja pa mundson ose ja zvarrit mundësinë. Cili është plani për nesër Kosovë? Në orën 10 është thirrur seanca konstituive, si do organizohet, si do mbahet, cilat janë pozicionet e palëve. Po, mbas asaj në mënyrë telegrafike. Mbas asaj që po i shohim ne, unë besoj shumë që për vetëvendosja do t'i ketë votat për kryetar kuvendi, sepse